Mirëmëngjes të gjithë. Ju përshëndes. Ju uroj që ditat ju shkojnë me realizime të bukura ashtu siç ju I keni menduar. E siç e shihni, studio sot është e mbushur plot. Janë të identifikuar edhe nga logoja, por edhe nga shallet që kanë vendosur në qafë. Ndjejnë së brendshmi qasjen që kanë me natyrën. Dëshirën për të eksploruar, dëshirën për të krijuar miqësi dhe vetëplotësim të individit. Ndonë se sfidat nuk janë të vogla, ata ndjejnë që karakteri I tyre po forcohet vazhdimisht e natyrisht dhe fizikisht e ndjejnë veten më gjithmonë mirë. Ecja jonë vazhdon. Kjo është logoja e skautistëve Taraboshi. Një pjesë të cilëve janë sot me bua në këtë studio. Natyrisht në ecurinë e tyre, ata kanë përvetësuar teknika të ndryshme të skautizmit, siç është kampingu, toponimet, orientimi, shumë çka që lidhet me këtë ecuri, por edhe me trajnime që kanë të bëjnë me punën në grup, me leadershipin që ka, me vlerat e njësisë, të bashkëpunimit, e të shumë çkaje që ata I shoqëron për gjatë gjithë ecurisë së tyre. Ka një shembull të jashtëzakonshëm, sepse tek skautizmi Taraboshi, skautistët Taraboshi Shkodër bashkëveprojnë brezat, bashkëveprojnë përvojat dhe ata shkrihen në aktivitete të bukura me ndjesinë më të mirë njerëzore. Ndaj sot në studio nuk mund të mungojnë dy prej liderëve të rritur tashmë, një brez që përçon përvojën, siç janë Alket Camaj, I famshmi Alket, I cili është I njohur për ngjitjet, për marshime të veçanta, për shumë sfida me natyrën. Mirëmëngjes, mirë se erdhët Alket, së bashku me bashkëshortën tuaj, sepse këto sipërmarrje të bukura nuk mund të ndjehen larg familjes. Rafaela Camaj, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Ndërkohë që dua të prezantoj dhe skautistët e tjerë, është Tea Jerina, mirëmëngjes. Amla Zhejani, mirëmëngjes. Anja Beri, përshëndetje. Boris Bosanovic, mirëmëngjes. Është Lar Kuçi dhe Alice Çela, mirëmëngjes. Mirë se erdhët. Kënaqësi që ju kam në studio, kur ju shoh në video, kur ju shoh tek realizoni marshime, them sa të guximshëm janë këto skautistët, a? Dhe kjo ju identifikon padyshim. Ja, keni vendosur këtë shallën. Çfarë përfaqëson ky shall? Përfaqëson që janë pjesë e grupit, guxim dhe bashkëpunim dhe paqe me natyrën. Guxim, bashkëpunim dhe paqe me natyrën, sa bukur. Më bani shumë përshtypje se ju keni ardhur me një infrastrukturë të vogël, po shumë identifikuese. Ato janë shallet tuaja dhe Jasmina, e cila është një kuratore dhe dorë, është shumë çka, vendosi këtë logo të bukur, e cila ju identifikon si skautist. Më tha dhe mund të vendos një shall. Po dikush prej jush tha, po Merita nuk ka ba betimin. Edhe unë me shumë kënaqësi e pranova këtë, pavarësisht se shalli të jep një nurë të veçantë, apo jo. Pra ju keni bërë një betim. I cili çfarë tregon? Që praktikisht bash pjesë e scout. Si fillim na kena një parim që I marrim fëmijët me I diftu se çfarë bëjmë si scout. Dhe masanenën është zgjedhja e tij, dhe me bë betimin as dani I pëlqen me hin familjen e scout apo jo. Kështu që këta e kanë bërë me dëshirën e vet, edhe kanë hin familjen e scout, kur e kanë pasur si funksionon. Kjo është diçka e mrekullueshme, apo jo, Rafaela? Të përçosh pikërisht këto ndjesi të bukura në qasje me natyrën, por edhe ndjesitë e vëllazërimit dhe të miqësisë, apo jo?
Normal, sepse të jetosh me natyrën, të rritesh me natyrën, jep shumë fëmijëve me kuptu, me mësu, bëhen më të kujdesshëm, i vlerësu të na gjanat, kuptojnë shumë. Tea, kur mora vesh që scout ka këto kërkesa ose këtë status për të bajë një betim, çfarë ndjeva? Unë iva shumë e kënaqur që më kishin pranu si pjesë e grupit, sepse është diçka shumë e bukur dhe është një eksperiencë shumë e re që kam mësuar shumë për aktiviteteve të ndryshme që bëjmë dhe mendoj se ajo gjë që tonë duhet me provu dhe tonë duhet me bë. E mrekullueshme. Skautizmi bazohet tek vullnetarizmi, i cili ndjen të shpirt një bashkëpunim dhe qasjen ndaj mjaft gjërave që takon në natyrë, apo jo? Si e keni zbërthyer ju pikërisht këta në aktivitetet tuaja? Na kena faktikisht bëhet një plan. Si të fillu të planin vjetor, të kthy të planet mujore edhe me radhë editoret. Se çdo moment ka planin e vet. Na kena përcaktuar si dy fënjava në muj me dalë në natyrë. Edhe kërkojmë i bë ditë të ndryshme, jo të njëjtat, eksperienca të ndryshme, jo në borë, jo në ujë, jo në mal, jo në det, me fjalë. Edhe kërkojmë i mësu faktikisht kur i na kanë vegjël na si kena pas ta mundësi sa ti kanë ta mundësi edhe nuk i shfrytëzojnë fëmijët sa duhet. Të gjithë. Edhe në bazë të eksperiencave që kena pas, kena qef me mësu sa më shumë ata çadina. Me fjalë, të fillu. Edhe ma merr mendje se Scout Tarabushi Junior ishin, po tash janë të urrit për ditë, si shohim të urrit për ditë. Kanë bërë shumë gjëra të bukura që i kanë ëndër edhe fëmijët në Europë, që si kanë bërë me fjalë në aktivitete që kena bërë. Se kena bërë zipline, kena bërë shumë gjëra me fjalë. Faktikisht marshimi i fundit ishte në Borë në Razën. Kemi video regjia e cila na fton të ndjejmë nga afër këtë natyrë të mrekullueshme, por edhe hapat tuaj në natyrë, apo jo? Po? Edhe ishte një ecje në Borë, me mësu si se ecet në Borë, me rëshit, me ba me qef, ishim edhe këtë shpellat të pruni i thatë me fjallë, tu është bale filmi Muri gjallë, me fjallë, tu është në gjirë filmi. Pra, është një skenë gjallë nga gjirimi, nga natyra për gjirimin e filmit. Dhe një po ju mësojmë gjithmonë gjëra të reja, se si me ecë në edhe ngurë, sepse jo gjithë dinë se si me ecë në mal. Jo gjithë dinë se si me vu kamen. Kështu që ishte ditë shumë e bukur. Edhe është kënaqësi kur i shef të atërje të reja, që ecin me fjalë, këtu ka dhe i fije disiplinë, fakt, sepse duhet të ndjeju. Edhe është një disiplinë, korrektesë, siguri, e shoh që në fundin e çdo vargoj të marshimit qëndron Alketi, është kështu apo jo? Në Rona. Unë e di që kamera, përtej kameras është Kastrioti Facin besoja, të cilën dua ta përshëndes për shumë çka ja dhe shoqëruesi juaj në këtë marshim mjaft të bukur. Le t'ja lëm vendin pikërisht këtyre skautistëve të mrekullueshëm. Çfarë keni ndjerë gjatë kësaj dite marshimi në Borë, në temperatura të ulta, ku një shoqe juaja e klasës qëndron ngrohtë në kuzhinë, ju jeni në Razë. Atëherë, kur kena kënë Razën, ka kënë hera 2 që kam kënë Razën, edhe kjo herë ka qenë më bukur, edhe kam pas një experience bukur se kemi bërë lojra, jemi kënaqur me gjithsesi dhe kena bashkëpunu në grup. Pra, bashkëpunimi në grup. Ndërkohë që, po, Tea?
Edhe mu ka pëlqy shumë si aktivitet sepse ka qenë një ambient i ri dhe ka qenë një eksperiencë shumë e bukur. Kena bë lojra ndryshme, a kërku bashkëpunimi, kena bë gjithashtu edhe hiking për me rrit taj vend ku jena mlallë ta bashkë. Do të më spjegosh pak sa si e realizuat këtë hiking? Në zakonisht kur bëjmë hiking, vehemi rresht për një edhe zgjallim gjithmonë nga një drejtues, dikush më najt në fillim me drejtu grupin dhe dikush më najt në fund, për mas me i lan grupin më shkput, pra më najt të tanë bashk, dhe i ndrojmë zakonisht, nuk lajmë veç njanin, po i ndrojmë. Kjo do të thotë që të gjithë jeni bashk gjatë gjithë kohës. Dhe Rafaela, çfarë keni vënë në re nga ky bashkëpunim i skautizve në këto marshime, të cilat natyrisht realizohen në temperatura sfiduese, apo jo? Normal se të gjithë fëmijët kanë një qëllim së bashku me ne, të gjithë kuptojnë komandat edhe i na deton një drejtim, si i thojnë. Fëmijët janë të ngjushëm, kena ba, si thojmë, zbritjen litar, kena ba rëshitja ditë në borë. Po, kemi edhe momente, do t'i shikojmë. Po, kena ba me botë mujtën me ne zjarmin borë. Ja, Po, rëshitjet e fëmijëve. Po këtu nuk ishi as pak të luhatur larë, apo dëshironi sa më parë të realizoni rëshqitjet tuaja, apo ushtrimet e ndryshme? Ne dëshirojmë sa më shumë që t'i bëjmë, se është shumë qejf dhe mund të kënaqemi të gjithë. Po, Aldisi, çfarë përshtypjesh patë ti nga kjo ditë? Shumë bukura për kësaj ditë, sepse u kënaqëm. U kënaqëm. Po mirë, nuk kishte vështirësi? Kishte vështirësi, po nga që jena mësu. Jeni mësu. Aldisi faktikisht nuk ditë munal a ditë të rëshit. Aldisi Në fjallë ishte ai që s'ditë munal dhe më Na mordjar, po ndalo pak. Se i pëlqej shumë. E në fund faqet kuq si molla. Edhe po mirë, temperaturat e ulta ju sprapsën pak sa, Si ishte ajo? Apo se ndjet fare? Nuk e ndjeva shumë. Nuk e ndjeva, po. Çfarë ju ishin përmendur, porositur prindri? Të veshim i trash. Si? Të veshim i trash. Po ndërkohë që ata janë të sigurt sepse janë në duart të profesionistëve, të brezave më të rriturve, apo jo, Rafaela, kishte porosi, aman ma shiko djalin apo vajzën, apo s'ka më tash? Ja, janë mësu tash, nuk është më, se nuk është hera parë me i fjallë. E dim që është për kujdesi edhe gjithçka tjetër i bin pa merak. Kjo do thotë që ju keni histori, kalojmë në studio, regjia, pra ju keni histori të mëhershme. Prej sa kohësh? Unë kam 1 vjet. Ndërsa Tea? Mu po mbojnë 2 vite që jam pjesë e skautistave. Nuk e pas asnjëherë asnjë mëdyshje që... Jo, sepse di që jena ndurë të sigurta, që janë profesionista dhe kanë bërë shumë kohë më përpara dhe din se që janë të bërë në raste ndryshme. Anja, si të pëlqen të eksplorosh natyrën? Sepse, si që tha dhe Amla, ne jetojmë në harmoni me natyrën dhe pëlqen me eksploru gjana të reja, me pas kujtime. Cilat janë ato vende që për ju janë ma gjepsëse, që ju kanë lanë një mbres shumë të veçantë dhe nuk do të harroni asnjëherë kur jeni gjetë në atë panoramë madhështore të natyrës? Ka qenë vend kur kemi qenë razëm. Edhe më ka lanë mbrezë sepse ka qenë i vend shumë i pa imagjinueshëm, si mbralla edhe plus që ka qenë borë edhe lujtme me borë edhe kena bashkëpunue që të në gjanat. Larë, po për ty? Unë s'kam për të harruar kur kemi bërë zipline në bukë. Çfarë keni bërë dhe njëherë? Zipline. Teknikat që nuk i din të gjithë, po na tregoj njëherë çfarë zipline. Praktikisht zipline është një teleferik i kallë që është atë në kallë. Ai teleferiku dhe ti ke rëshitur ashtu? Po.
po mu më dridhet zemra kur e shoh dika. Po si e ke realizu? Edhe unë kisha frikë, por në di që teli ishte shumë i fortë dhe të me mbajte. Mujtë e mbajt, që që kur ulla, u shlirova. Edhe patë dëshirë ta përsërisje, apo shqyqyr që e kreve? Po, të dëshirë, po. Ke shumë dëshirë. Ndajt, pra janë disa teknika që kalisin jo vetëm trupin, por edhe mendjen. Apo ja? Këtë vit do të fusim si në shpella, po edhe në zhytje do të mësojmë shumicën prej tyne. Kjo është e veçanta, sepse asgjë nuk I lihet spontanitetit, përkundërzi siç thatë edhe ju Alket, ju keni një plan të mirë mendum të ecjes hap pas hapi të këtyre taktikave, por edhe të kësaj shoqërie kaq të mirë dhe të bukur që ju keni, apo jo Boris? Po jena një grup I mirë. Ne bëjmë shumë gjana të përfshi hiking, po gjithashtu shkojmë edhe te Streha e Qejve për me ndonjëherë bëjmë edhe aktivitete që ndihmojnë tjerët, për shembull para 1-2 javësh kena shku bashkë me Kastriotin. E përshëndesim, po, Kastriot Faci. Dhe kena shku për me ndihmu I ku do ndodhuri. Po, kena shku për me ndihmu personat të Streha e Qejve. Ishte eksperiencë e bukur. Kjo do të thotë që ky grupim, po e quaj kështu, por në fakt ka të tjera atribute të shumta, ka vlerë që ndërton në shpirt, vullnetarizmin, ndjesinë për të qenë krahas të tjerëve, për të ndihmuar ato apo jo. Dhe nuk është hera e parë që ju keni takuar njerëz, I keni ndihmuar apo keni ndihmuar në gjana që lidhen me pastrimin e natyrës e të tjera, apo jo? Është pjesë e programit alleja, sigur të ndihmojmë, sepse na kur bëjmë betimin kena një simbol në tre gishtat edhe lidhen që të vogli duhet me ndihmu të mallin. Kurse ky nyni I shallit dhe me thonë është nyni I miqësisë, lidhja miqësisë, një fjalë. Kështu që na mënona me kënë sa më shumë social, sa më shumë gjetën për sikur edhe për të vjetër, me pastru ambientin, me lanë ambientin e pastër kur shkojmë, me mësu si nezet I zjarë në natyrë, me mësu si ecet, me mësu mas me pas frike meri mango ose I gjarëpën ose I gja. Me ndërtu kampingun. Me ndërtu kamping, me fjallë është mjetesa në natyrë që mësojnë. Me mësu sinjalistikën, apo ja, janë të gjitha këto përvoja që mendoni se jeni ba ndryshe, më të fort, jeni plotësu më shumë. Diçka që nuk I keni ditë, Amla? Diçka që nuk kam ditur, janë për shembull në ecjen e mal, nuk e kisha provuar ndonjëherë dhe kur ishte hera parë që unita në mal, I thash vetit që unita. Po gjatë kohës që ti ishe në ngjitje dhe po lodheshi, the, sikur të qëndroj këtu, të ngjiten ata tjerët, më gjejnë prapë këtu? Jo, asnjëherë. Dosha ta mbaroja. Doja ta mbaroja. Kjo është ajo që dëshira që ngjall e pamposhtur e jeti, Amla. Ja ki treguar këtë edhe të tjerëve shokëve, shoqeve tuaj. Po, disave. Edhe ato kanë dëshirë, më merr edhe mua një herë në mal. Disa. Mirë, janë aktivitete që vetëm ndërtojnë tek fëmijët, tek brezat, apo jo, Rafaela? Normalisht janë aktivitete që I mësojnë, si mu kujdes për veten, si mu kujdes për natyrën, I ndërtojnë për një të ardhme më të mirë, se kanë eksperienca ndryshme, si kalimi në litar, në për kanjone, me po shpella, si që tha Alketi, në për male, në për ujna, kanë ba me bicikletë në ujë, kanë ba me kanoe, aktivitete ndryshme. Kanë ba shumë aktivitete që I fëmijët I kanë, edhe kur triten, kanë me menu, kanë me thonë sa gjana të bukura, kanë me pasi kujtime më të bukura të tyne. Sa e pasur dhe e bukur është fëminia me shoqërinë, por dhe me natyrën. Apo jo? Besoj se me natyrën e Shkodrës është shumë e bukur. Shumë e bukur. Dhe ju keni fatin që jeni keni
transmetu pikërisht përvojën e këtyre njerëzve që janë njerëz të veçantë në qasje me natyrën, me ushtrime të jashtëzakonshme, me ngjitje, me kërkime të vendeve të reja, të pamposhtur, shumë guximtar, apo jo? Faktikisht edhe i ditë hina kot të kërku të faqja jonë që kena të scout edhe shef shumë aktivitete shumë gjana të bukura, aty e kupten se çka ki ba, me fjalë. Patjetër që ju keni në atë albumin tuaj të kujtimeve të këtyre viteve shumë ngjarje të bukura, apo jo? Po. Dhe do të veçonit, për shembull? Vështirë mi veçu sepse janë të ndryshme aktivitetet. Janë të ndryshme, kështu në që të gjitha gjithsecila relievet, në të gjitha ambientet. Mirë, po ky vit, megjithëse ka disa ditë që ka nis, ju nuk keni ndaj, apo ja? Borisi do të na tregojë për një ditë të paharruar, të cilën ju e keni titulluar Peshkimi i përgjithshëm. Si nisi kjo ditë, si u përqafu kjo ditë dhe si u realizu. Kemi edhe një video. Po, Boris. Po, dita filloi shumë mirë, ja ku jam në video. Ja ku je këtu në video. Ana me djali. Faleminderit. Gjithashtu ne kena mësu si me bë peshkim përgjithshëm, me dallu diferencën midis peshkimin si sport dhe peshkimin si punë. Edhe gjithashtu kena mësu edhe i tjetër mësim përveç peshkimit përgjithshëm, është edhe për me kalu kohë me gjyshet dhe gjyshet tona, sepse është krejt gja mirë për me përmësu aktivitetet që kanë ba personat e vjetër, si gjyshet, edhe me mësu me kalu kohë me ata, sepse ndo ndihen shumë të lumtur. Sa gjë e bukur. Në radhë parë, çdo gjë duhet më uni në shpirt. Në radhë parë, çdo gjë duhet më përjetu në mënyrën më njerëzore të mundshme. Ju ftuat gjyshe shpresën, e cila ju dha një eksperiencë shumë të bukur tek peshkimi dhe tek mënyra se si duhet të përdoret instrumentet që ka një peshkatar për të gjujt në mënyrë të përgjithshme, në mënyrë natyrale, pa dëmtu natyrën, por duke e përjetu bukur këtë ndjesi që t'i jep peshkimi. Apo çfarë përfitut ju nga kjo ditë? Sepse edhe Anja ka qenë, edhe Lari, apo jo? Mund të thoni edhe Aldisi, me zi shpret që të flasë diçka. Më thoni se cili prej jush ndjesi që keni pas. Atëherë për fillojnë e para, ndjesit e mija që kam pas ka kenë një gjarë e peshkimi. Ja ku je? Po, nuk e kam provuar ndonjëherë peshkimin. Dhe në fillim nuk dita si me e ba, por pastaj të provu e mësova se si hallet kallami, se si kapet peshka, kështu gjarash. Shumë bukur. Boris, ndoshta megjithëse gjyshja jote është instruktore për këtë punë, mjeshtre për këtë punë, ti nuk e dije këtë cilësi, apo jo? Ose e dije, po nuk e dije praktikisht. Po, unë kam bërë peshkim me gjyshin të ambë, në fakt Ashtu, ha? babi jem edhe gjyshja janë peshkator ekselent. Dhe unë mësoj prej peshkimit, me dalë pak diferencën midis peshkimit si punë edhe peshkimit si sport. Ku qëndron? Peshkimi quhet peshkimi përgjithshëm kur peshkon pa dëm të ekosistemit ujor. Gjithashtu nuk fiton para, pra është thjesht për sport dhe për qef. Edhe kaq për peshkimin, se Pra, asnjëherë duke dëmtu natyrën, por thjesht duke realizu diçka që të ndjell në shpirt, diçka të bukur dhe të mirë, apo jo.
Si unë ndjeve ti Lar? Unë jam ti shumë I kënaqur, po nga ajo ditë kam mësuar si të helli kallamin shumë larg në ditë dhe që ta kthejmë përsëri. Në fund kishim kohë për vetëm një peshk. Po shumë mirë. Nuk I keni trazu as pak peshqit, por kundrazi ai ka ardhur gjithë dëshirë, no? Atje tek ju, apo jo? Si thua ti Aldis? Ishtuar se bomës me kop ne duhet me kanë gëzushëm. Duhet me kënd gëzushëm që ishe pranë natyrës, pranë ujit, pranë peshkimit, pranë atyre tingujve të bukur që lëshon natyra dhe që ju përshëndet. Teha, gjithmonë një vajzë është guximtare të qaset natyrës, por një vajzë don edhe mbështetjen. Si u mbështet familja ju? Atëherë, familja jame më mbështet duke më thënë që mos më udhërzu në momentet më të vështira dhe që mundet me bëj gjithçka edhe pse mundet me kanë vështirë në fillim, por mundesh me mësu dhe kështu mundesh me marr më shumë dije dhe eksperjenca të reja. Mendoni që keni ndryshu nga dita e parë që keni bë betimin që të jeni skautist dhe tani që vazhdoni aktivitetin? Po. Unë mendoj që po, sepse në fillim nuk kishim edhe atë shumë besim të vegja, të di më shumë gjëra dhe mund të bëjmë gati gjithçka. Po çfarë teknikash të reja, alket, si ecet në mal, si bëhen këto? Është një shkollë për ta, është një praktik shkollë për ta. Është një shkollë dhe pikërisht lumtush. Kështu që një jetë do t'i kenë parasysh gjitha me fjalë. Këta janë gjëra që për të ardhmen në jetë, nuk është sepse po bën sa të lloj ditë bukur edhe ashtu, por mësojnë për të ardhmen e tyre. Lumkush I përqafon këto ecuri për arsye se vërtet e ndjen kalitjen me vetën e vet. Apo fëmijët tuaj kanë qasje të tillë me natyrë? Ata ishin, ata janë pjesë scout, kështu që ata dalin. Pra ju jeni një familje, ha? Që shkojmë të tarmë, fjallë fëmijët kanë filluar qysh të vegjël, kanë qysh se janë hap grupet e para. Djalë mund të kenë 5-6 vjeç, vajza diçka më mëdha, po janë qysh në fillimet e grupeve që janë pjesë e skautave. Dhe kështu ju jeni një familje në përqafim me natyrën dhe në përqafim me miqësinë, me shoqërinë, me vetplotësimin si individ dhe me një aktivitet që ju jep gjithmonë entuziazëm. Apo jo, Anja? Po, pra peshkimi është gjithmonë një gjë e re që kena bërë, siç thash, edhe isha shumë e entuziazmuar me mësu. Edhe në të vërtetë në fund mësova se si është peshkimi dhe ishte një eksperiencë e re, ishte një eksperiencë shumë e bukur. Boris, prej sa kohë është je pjesë e scout? Kam qenë pjesë e scoutistëve paka shumë rreth fillimit të shkollës, pra rreth fillimit të në fund rreth fillimit të klasës 9 për mua. Dhe tash ti e ke vullosur veten që do të jesh pjesë apo ke ato mendimet tuaja për kalimin e kohës? Hala I kam pak mendimet, hala nuk jam krejt dakord, por do shohim kur në vazhdim. Do shohim, po këto shoqe të tërheqin, sepse Lari ka bë atë teknikën me konop, si është? Si quhet? Zipline. Edhe një herë? Zipline. Dhe ka përjetu një emocion të papërsëritshëm, apo jo? Ashtu siç Aldisi me rrshqitjet në mal është I pangopur. Shumë entuziast Aldisi. Me energji të pavave. Shumë energji. Por siç themi, disiplina mbledh çdo ndjenjë entuziaste her pas here për të bashkuar me grupin, apo jo? Faktikisht disiplina dhe na I fije jena ma shumë kërkues sepse janë gjithmonë herat para dhe
duhet me ka një fije ma tepër kërkues në kuptimin e mirë të fjalës rregullit, sepse qef s'kena mu damtua s'kërkush. Kështu që ndoshta i duket në fije të rënd, pa e kuptojnë edhe këta vetë një fjalë që është për të mirën e tyne. Dhe zero dëmtime. Apo jo? Kështu mënone. Ashtu mundoheni. Mirë. 2026, siç tha edhe Alketi, ka programin, ka detajimin, nuk mund të mendohet ndrysh puna juaj, e Kastriotit dhe gjithë skuadrës së të rriturve, pa një detajim, planifikim dhe koordinim të të gjitha mjetave teknike, por edhe njerëzve. Çfarë parashikohet? Thash, na kena 2 dalën muj, problemi është se mundet me kanë dita keqe dhe e shtymi fjallë. Mund të zgjellëm me në mujt kur me e ba. Kena grupin ton të WhatsApp-it që shkrujme dhe ndjallë në gjithë. Janë shumë program si mjetë, kështu që do t'ja lejmë edhe kos, sepse thash, si mjetë kam qef miqu, si në gjyë jemi Foto e bukur, ku jeni këto? Këtu jena... Në Romani. Këtu janë në Romani. Është Teja, me djalin tim, janë një grup nga shkodra motra të Teja që kanë kalu 2 javë në Romani, kohën e verës. Kanë pas një eksperiencë atje. Këtu jena të ferma. Këtu janë të ferma Të ferma ekosociale, po? Po këtu? Këtu të ferma gjithmonë. Të ferma. Të ferma. Sa bukur. Pra kjo do të thotë, ndërsa këtu në një Në një ambient, shtëpi, nëse kam kanë të. në një shtëpi ku ju jeni ftua, Kena kanë për mos me ba zjarë për mbrojtjen e mjedisit kundër zjarrit. kundër zjarrit. Të gjithë skautistët janë pjesë të kauzave të rëndësishme sociale, të kauzave që lidhen me mbrojtjen e natyrës, të mjedisit, me ndihmën e njerëzve në zona të ndryshme ku ata shkojnë, ja këtu që keni prodhuar dhe makaronat. Pra janë gjithsesi një bashkëpunim, një vëllazërim mes jush, apo jo? Po. Dhe vetëm duke pa këto foto, ju keni kaluar edhe përtej kufive të Shqipërisë në aktivitete, apo jo, Teo? Po, në Romani ja kena kalu shumë mirë, ka një aktivitet shumë i bukur, kena pas një pjesëtar, jo veç prej skautistët të Araboshit Shkodër, kena pas edhe prej skautistët të Belshit dhe Tropojës, që kena ba një grup prej 10 vetash, aty kena ba shumë aktivitete ndryshme, lojra më shumëti, rafting, lojra me shigjeta, kena ba hiking, kena ba ekspedita në shtëpin malore për 3 ditë, kena ba edhe aktivitete që me njoftë më mirë një tjetrin, ka pas edhe skautistë të shteteve tjera, nga Romania, Armenia dhe Moldovia. Ku ka më bukur? Një fëmijëri e pasur, një rini po ashtu e mbushur me ndjesi dhe qasje të bukura, jo veç prej natyrës, por edhe të socializuar mirë dhe të mbështetur në vullnetarizëm dhe në aktivitete mbreslënse. Besoj se dhe ky vit do shënoj të tjera pika në hartën e lëvizjeve, duke qenë se Shkodra është një kompleks natyror që ka të gjitha mundësitë e relieveve dhe të qasjeve me natyrën. Besoj do t'ju ofroj shumë çka, por edhe për te Shkodrës ju nuk ndaleni, apo jo? Ndaleni, është e vërtetë. Kështu që si mjet ka me ka një vit i shpresojmë marë për gjithë dhe jetë me treja të tyne. Gjithsesi është edhe faqja jonë që mundin me vizitu çdo kush me i pa aktivitetet edhe në faqet tona. Kjo është e bukura, kur ndes zjarrin e pasionit tek njerëzit për t'ju bashkuar të tilla aktiviteteve dhe për të ndjerë së mbrëmshmi përfitimet që çdo individ i skautëve ka nga ecja jonë vazhdon. Me këtë slogan ju gjithmonë vazhdoni dhe unë ju uroj vetëm mbarësi, suksese, vetë plotësim të individëve, por edhe miqësi dhe socializim të bukur mes tyre. Qasje në natyrën tonë të mrekullueshme,
nuk ka se të mos jetë ndryshe. Ju e mbroni natyrën, e promovoni atë dhe e doni aq fort. Ju falenderoj shumë që ishit sot në Mirëmëngjes Shkodër. Alket dhe Rafaela Camaj. Shumë respekt për ju, për aktivitetin tuaj, për kontributin tuaj. Tea Jerina, Amla Zhejani, Anja Behri, Boris Boshanovic, Jar Kuçi dhe Aldis Çela. Faleminderit që ishi sot në Mirëmëngjes Shkodër, një përshëndetje veçantë për Kastriot, Facin dhe për të gjithë skuadrën tjetër mbështetëse që nuk mund të jenë këtu, por që ndoshta na ndjekin. Faleminderit. Faleminderit.